Kam sjell recetën e pitës me miell, mistri dhe patate, një recetë shumë e veçantë, shumë e shijshme, e thjeshtë për përgatitje, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen e kësaj pite shumë të veçantë. Fillimisht morrim patate. Ju largojmë lëvorët, unë i kam bërë më herët për arsye kohe. Ju kam largu lëvorët dhe i kam lënë kështu në ujë që mos t'ju prishet ngjyra. Gjithsej unë kam dikon rreth 800 gram me patate. Patatet tash marr dhe i prej në katrore të vogla. Prej kështu gjithë patatet dhe përsëri i kaloj në ujë. Që gjatë kohës së prerjes mos të bëhen të errta. Shumë e rëndësishme është, kështu në ujë nuk do e humbi ngjyrën. Këtë mënyrë veprojna me gjitha duke i prerë në katrore të vogla. Kam bërë cotimin e gjithë patatëve, tash marr dhe bëj kullimin dhe i shpërlaj 2-3 herë me ujë. Patatet e coptuara i kam shpërlar 2-3 herë, i kam kullu, tash dhe ja shtoj 2 vezë. Përgatitja e kësaj pite është shumë e veçantë, dallon nga pitet e zakonshme me miell mistri, sepse përgatitet shumë shpejt dhe mbushja është me patate. Ja shtojna një gotë 200 ml shemë vaj, një gotë 200 ml shemë qumsht, një lugë gjelle me krep, jo të mbushur plot, dhe masën tash dhe përzij pak, dikon për gjysmë minuti. Mjaftueshëm kam bërë përzierje, tash ja shtojna një gotë 250 ml me miell mistri apo miell kollomojt nga Inti. Unë jam duke përdorur të marketit, qofse përdorni bio, atëherë me një sicë shumë të injtë dhe e sipni mielin. Ja shtojna një pluhur për pjekje dhe përsëri masën e përzina mirë e mirë. Kam përzier masën mirë e mirë, tash do e kaloj në tepsinë. Tepsinë e kam lyer me vaj, tepsia është numër 38. Një shpaku kuzhine dhe munduhem që ta kaloj gjithë masën. E përhapi kështu në tepsinë, pa gjithë anët me trashësit njëjtë. Gjatë kohës së përgatitjes kam nxjerr furrën në 200 gradë në temperaturë dhe e pjeki rreth 40 minuta. E kam largu pitën nga furra, tash marr pak gjallë kështu dhe e lyj sipër që të zbutet korja, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, të shijshme. Mjaftueshëm është, e lajmë që ftohet dhe është gati për konsumim. Pitja është ftohur, është gati për konsumim, ta ndajmë një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Ka një aromë shumë të mirë, kuptohet plotësisht, largohet shumë lehtë nga tepsia. Tash është pak më vështirë, e po do ja dal. Ja dhe si duket pitja e kollomojt me patate. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.